lufta dhe urrejtja ndaj një pushtuesi kaq gjakatar si Serbia, historikisht, është brymos qysh në moshën e hershme të rinisë. Kështu që, po them, ka qenë e pashmangshme kjo luftë edhe normalisht që jam i lumtur që kum arrit më kon pjesëtar i Shoqërisë Shqiptare të Kosovës, një ushtrie të lavdishme, edhe një ushtrie e cila deri në embrion bon krenare. Edhe prej ditës parë dhe deri në frymën e fundit. Pafundësisht bon krenare. Kam zgjona dhe bi me këto ndjenja kaq madhështore. Të lumë që i kemi këto vlera, të cilat duhet mi brumos, mi qelikos edhe mi rujt si sytë e ballit, ashtu si që arritëm si popull me brumos edhe me rujt si sytë e ballit heroizmin e Skënderbeut edhe veprat humane të Nën Terezës edhe flijimi i familjes Jashari. Këto janë ajo strumbullari, shtylla, bazamenti i qenjes tonë edhe i ekzistencës tonë. Ne arritëm më shku në Tomac edhe prej aty me datën 16 maj më kujtohet ku më arrit më shku deri në Pej me një autobus. Kisha një vajzë vllaut, tash është në Amerikë, Zerinin ka qenë e vogël, dikon as 30 vjet si ka pas, edhe prej Peje në për Livadë e kum qu në shpinë. E kum qitë në shpinë edhe kum shku në logjë, e kum qu të dajt e vetë. Pastaj atë natë, unë jam shku të Avni Shala, kum flejt të Avni Shala edhe se kem pas bo me fjalë mu bo bashkë edhe më shku për Glogjen, përkatësisht në Prilep. E me datën, do thot kur jemi zgju herët me mëngjes me Avnin, jemi nis kam për Luk Baronit, edhe do thot që aty të Kryshevci dikun na ka marrë një Mercedes i bardhë nëse zgaboj, ka qenë duket komandanti i Kryshevcit dhe ajo kon civil. Edhe na pyeti ai neve, ai serb. Na pyeti ku po shkoni, them deri në Dubovik. Edhe do thot na ka marrë në një segment caktuar, na ka lëshu aty, edhe kemi shku në Dubovik. E prej jemi bu bashk me Beqir Gërvallën, nëse s'gaboj. Tani prej aty të kemi vazhdu në Avnia, drejtim Glogjanit, edhe prej Glogjanit na kanë orientu në Prilep, do të thot ditën dikun ka ora 11:30, 12 veç kemi më rri në Prilep. Të familja Lokaj, edhe thot familja Lokaj, ata janë tajt e komandantit Nasër Shatër. Edhe thot aty e kemi taku Nasër Shatën, i cili ishte i pasaardhur nga Suedia, që e patlon familjen e vet. Ishte një kohë e gjatë që se kisha pa prej 3 tetorit të 89-ës, kur e pat plagos atë inspektorin e policisë Tomislav Babović, peja se kur mu nuk jemi pa. Normalisht ishte një moment tepër preks që u taku me ta. Edhe aty darmë që i kishim pa njohura me Avnin, në kullën e Imercufës. Aty kemi një Gulinov, e kemi zbërthy, e kemi vajos, e kemi mbërthy, do thot, edhe aty do thot morëm udhëzime për mobilizim të rive. Edhe pas dite do thot me Avni Shalën, jemi kthy për Dubovik,
Kthimin nuk e di, a kemi pas me ndaj makinë sigurisht se ka qenë një kthim pak më i shpejt, edhe thot jemi arë prapë në Dubovik. Kur jemi arë në Dubovik, thot e kemi vizitu pak në Nënajshe, edhe prej aty jemi nda me Beqer Gërvallën, edhe ndoshta s'kujtohet edhe dikush tjetër ka qenë. Te Pruj Gërvall sa po jemi nda, në një kthes kemi ranë prit forcave serbe, të cilët kanë qenë kertë pa tabela, edhe nuk kanë qenë të një informum. Edhe avnia i ka pas një 2 bomba, kështu një jakne të lidhne, edhe ka qenë e pamundur me bo ndaj reagim ose ndaj reakcion kur ndaj tyne, sepse kerë civil ki parasysh, kur ki kerë civil, po të vjen përballë, ti mendon që është kerë Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, edhe na kanë kap aty për një herë, edhe të predaj se na kanë bo, edhe na kanë fut në atë kerë edhe na kanë qu drejtim pejës, po para se më na qu në pej, dhët na kanë dalë një ven, ata bisedojshin mes veti, ti qojmë, ti pushkatojmë. Asi menojshim që përdojnë më na pushkatu. Po na qunë stacion të pejës edhe aty pastaj ato egzaminimet fillestare na i bën edhe pej orës 9, ndoshta para 9, besa, orës 8, deri në mesnatë, mua dhe avnis nuk na e ka nal dajakun, rrahjet brutale, ka qenë një dhunë e papare. Se ishim dhomat nda me avnin, vetëm një moment na kanë lëp bashkë në korridor edhe ishin dikon rreth 5-16 policë, se cilin i vendosu nëpër kanider, edhe me shkopa gome edhe na goditëshin. Ashtu një gjysore që ashtu na kanë rra zbashku në korridor, të kriske palica, shkopi i gomës, kanë pas gjatë do shkop, para mrapa, në tanahont, në pjesën time, thot, ka qenë një diçka kogja sfiduse dhe kogja tunduse.